Mbrëmjen e dieshme, aktori lajt Vasili u thirr nga Ledion Liço që të shkonte në skenën e spektaklit për të recituar një poezi të Teodor Kekos, e cila titullohet Djali dhe Nëna. Lajrti u nis drejt skenës së madhe të reality show dhe recitoi poezinë mes lotësh. Ai më pas takoi të gjithë ish-banorët e Big Brother VIP 4, ku mes tyre u pa përqafimi i fortë me këngëtarin Klajdi Musabelliu dhe Livier Brungen. Por nuk e vuri re që nëna e tij ishte ngjitur në skenën e spektaklit së bashku me Ledionin. Kur lajrti u kthye dhe pa të ëmën u shtang dhe ju ul në gjunjë duke u përlotur. Nëna nuk donte që lajrti t'i ulej në gjunjë dhe u mundua ta çonte duke i thënë fjalët më të bukura. Shpirti i mamit, djali i mamit, ylli i mamit. Të do mamaja kështu si qie me të mirat e të këqijet e tua. O yll, o djal, o floriri nënës çoll. Erdhi mamaja për të gjitha detyrimet që ka. Kemi një detyrim të madh për babin. Dhe ti të jesh i qetë, të vazhdosh punën tënde, i tha nëna lajrtit.